Një njeri prej beduinëve, një katundar larg Mekës, larg Medinës, kishte vendosur të shkon në Medinë dhe ta pret pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur vinte xhamia pejgamberit hasën në Omerin, bashkë në Omerin, Omeri kur e pa me shpatë në dorë, tha, nga jeti bre vlla, tha jam prej larg katundeve. Tha, për çka ke ardhur me shpatë në dorë në Medinë? Tha, si ke hitu me shpatë në dorë? Tha, ko marr be ta pres çat Muhamedit bëh mi rahat më. Ku i thot Omeri? Kur ndëgjoi Omeri këtë fjalë, nuk i besonte vetvetes. E kapi njeriu, ja kthei durrët mas shpine, nxori rripin, e lidhi për dyrekin e xhamisë dhe shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha, ja Rasulullah, kom pasur një befasi, kom pasur një çudi. Tha, çka është ajo? Dhe e pa pejgamberi se disi, grufullon Omeri prej mrenda. Tha, çka është rasti? Tha, një njeri me shpatë në dorë ka ardhur te xhamia, thot se do të presë ty. Pejgamberi me një herë i randërment. Tha, ti çka bone? Kishte frikë se ka bërë diçka. Tha, ti çka bone? Tha, kom qenë shumë i urtë ja Rasulullah. E tha, çfarë bone ti? Tha, vetëm e kam lidh për direkt. Tha, elhamdulillah që se pas ke thënë. Pejgamberi tha, elhamdulillah që sa pas ke krije, si ke duru? Tha, valla kum duru ja Rasulullah. Tha, elhamdulillah, Zoti raziqo. Hecë Omer tha me mu, shkun të njeri, kur e pan lidhet për direki. Tha, ja Omer njeri nuk lidhet bre për direki, për kjeshit. Ashtë njeri, tha, ja Rasulullah, më pak që i kam mujt me bo që ke, do më thonë nuk kam shku më në tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Omer zgjidhe. Tha, unë t'ja zgjidhi durët këti? Jo, ja Rasulullah. Tha, Omer zgjidhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pasa Omerit disi, është i ngarkuar, nuk do, mori ja zgjidhi duart, e liroi njeriu, tani u kthyi atij në pranë vetes, tha, ai keni dhënë diçka me hongër se ki udhëtarësh. Ai keni dhënë me hongër? O vllai dashur, tha, ke hongër? Kur ke hongër bukë? Tha, s'kam hongër unë. Tha, mule more bini bukë njeriu në haj, askush nuk shkonte. Ku i më dhon bukë? Atij që ka ardhur ta pret pejgamberi? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e çoi një djalë tri, tha, shko te shtëpia. Dhe thuj Aishes, çka të kese në shtëpi, ne ta bjerë. Shkoi njeriu te shtëpia, gjeti një gotë, një saf tamër. Kur gjo qenë? Në shtëpi pejgamberit s'kish pas. Një saf tamër, ja pru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, urna vllai dashur pi. Ashabët e shiqojnë than subhanallah. Ki ka ardhur ta presë, a ki jep tamër. A ne s'kemi tamër me pi për vetë, edhe pejgamberi pelekur ka pi, a mo ti i jep se kjo është udhëtar. Pasi e piu tamrin njeriu, pejgamberi tha, o dashamir. Pasi ke ardhur njërë këtu bre vlla, a bën ta pranosh një propozim timin? Tha, fol. Tha, a bën ta pranosh Islamin? Tha, unë nuk kam ardhur pranoj Islamin, tha, unë kam ardhur pi të pres, por nuk pata mundësi, tha, usos ke punë. Tha, Islam nuk kam ardhur, në bëj musliman. Po atëherë masi s'do ta pranosh Islamin, vllai dashur tha, je i lirë, hec e i lirë e prej neve. A ju kthi të hece Omeri e disa të tjerë, thë një Rasulullah, mos na e qit për pidore këtë. Moja Rasulullah. Ka ardhur njërë këtu, ka deshte të prete, në haloj lent lip edhe i dha tamër, pejgamberi tha, heshni imani be Islami pranohet me vullnet, jo me zorë. Nuk do. Pra këtu kupton si janë bo njerëzit musliman. A di çka ndodhi pastaj? U largu njeriu mirë derisa e humbën prej pamjes, u ndal pak dhe u kthi dhe erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E shitoi pejgamberin në sy dhe tha, ja Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pejgamberi shumë u gëzu, tha, o vllai dashur, po mirë be ti që i pranove Islamin, po pse nuk e pranove pares, pa disa mëzori kanë pasur ashabët, po me nxive se të kanë miru, po këto kanë qenë një frak tu pranu, ka qenë tu rat filbe, po si be nuk e pranove Islamin herën e parë kur të propozova. A dini çka tha njëri? Tha, ja Rasulullah, ta kisha pranu atëhere, do thëshin e ka pranu prej frikës. A më une provova që ti të më losh të lirë, ta shoh lirin tonë dhe urtësin tonë dhe merhametin, dhe ti kur më lajt lirë dhe unë shpotova, u garantova, mund që të shkoj. Po ku të shkoj unë e tashti? Pse të mos e pranu Islamin? Dhe u ktheva tash e pranu Islamin dhe ne ta dim të shokët tu se unë e pranova vullnetari, jo nga frika shpata. Se kur i shpata afer, refuzova. Kur u largova për shpatës, u ktheva dhe pranova. Kështu ka qenë ëmbëlsia dhe urtësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.